Ka dhe realitet, por ka dhe teprim në kuptimin gazetaria tashmë e ka humbur disi rolin e saj, misionin e saj fisnik që ka pasur. Tani çdo njeri me një laptop ose me një celular hap një portal dhe ka shumë kollaj të gjobisë ose të sulmoj. Dhe ajo që është më e keqja, ke shumë faqe të cilat edhe kanë arritur shikueshmërinë, por që herë njerëzit nuk e dinë se kush shihet pas tyre. Unë jam për një gazetari kurajoze, me emër të përveçëm, dhe si ta thash dhe që pare kur pa vinim këtu, ose kam parë në njërë ty të fshiesh, apo të marrësh bodyguard me vete, apo të mërseshesh më këmë. Dhe fundja në fund të ditës, ashtu si sulmojmë të tjerët, ashtu kanë të drejtë të tjerët na sulmojnë. Pra e rëndësishme është ballafaqimi që bën me lajmin, me faktin dhe me personazhet. Natyrisht ka kostën e vet, se të gjithëve na futin në një thes. Unë nuk dua të jem simboli i ndeshmërisë, edhe unë kam mëkatet e mia, herë edhe unë e teproj ndonjëherë. Sidomos në raporte me lexuesi që filloi komentoje, shaje zien, por gjithsesi mbetet diçka interesante, sepse edhe një 5 vjet do vazhdoj ky tranzicion dhe pastaj gjëra do vjen atje ku. Je i bindur për këtë? Jam shumë i bindur, kështu që më pëlqen që të kam përballë edhe natyrisht të ndjek, sepse edhe mësoj. Ne gjë më mirë që ne mësojmë nga njëri tjetri. Dhe ti të paktën deri tani nuk ke hyrë tek ai obori deliruzve, që ashtu siç e kam politikanët dhe kam, unë përmend emra, po ti jam i sigurt do më censurosh, kështu që jo, nuk të censuroj kur. Mund mos më pëlqej. Unë shikoj gazetarë me nga 2 ora në dorë, gazetarë që futen në fura buke, pastaj ikin në Taxhikistan, pastaj ftojnë Edi Ramën. Duhet të ketë një limit edhe në fund të ditës ne nuk kemi as prokurori, as gjykatësi. Ka pas raste kam debatuar edhe me Klod Lali, më ka marrë në telefon, kam thënë Klodi, sikur po e tepron çik me misionin e gazetarit. Domethënë, përveç klikimeve në fund të ditës, numëroj edhe të vërtetat, numëroj edhe mëkatet, sepse ne vërtet sulmojmë mëkatarët, sulmojmë shkelësit e ligjit, po edhe ne në vetvete ka raste që e shkelim aty ku nuk duhet shkelur. Gjithsesi, mendoj se një pjesë të mëkatit e ka dhe shkolla e gazetarisë. Unë kam mbaruar vetë atë fakultet, nuk ndihem krenar me ata pedagogë që kam pasur, më vjen keq Roland të ta them. Pse? Por gjatë kohës që unë isha student, fakulteti imi ishte një çerdhe opozite, i cili do të ta them dhe këtë ka prodhuar, është një tafma e madhe në atë fakultet, se të gjithë duan të bëhen shefa katedre, dekan, rektor dhe pastaj të bëhen deputet, dhe që të gjithë kanë dështuar. Të kërkoj ndjes, Gjeq Fishta i madh ka të vetmi përkufizim për gazetarin, Bledi. Unë studentëve të mi që në orën e parë të leksionit ja u lexoj. Për me shkrues zotni në gazeta, duhet shkruesi të jetë më parë njeri ndershëm e adhetar, të jetë fisnik, zëmër bujar, jo intrigant e ngatrestar, edhe ken mos ke hafije. Mandej duhet që të ketë dije të hapë në ekonomi, në historie në tregti, në politikë në drejtësi, dhe dije shka shkolla e mësimi, shka është liria e qytetnimi, të jetë shqiptar në shkrimë në gojë, fjala në pend mos t'i nguroj, mbare pranë punë t'i kallzoj, me të ngusht me këndu përdhuni, shka ndër shtylla ai rresht vuni, ta shti pra një sallan, vagabonde e shaklaban, njeri idiot e laraman, që mendon se për tamam, se ta në botë rrinë sahan, çka mund shkruaj pyes unë për ty, ky që as buk nuk ka me në kry, jo matru, thot Gjeq Fishta, 1130. Që nga problem shekullor. Se dijeti këtë përkufizim e Fishtës, është i vetmi përkufizim në Shqip. Po, imagjinoj që ky problem pas ka ekzistuar deri në 1930. Po, ti e di që ne kemi disa pamfletet të asaj kohë, Ikonisa i ka perla. Po flet për gazetari e ke parasysh. Po pra, edhe Faiku ka pamflete për gazetarin, por Fishta ka të vetmi përkufizim që edhe sot s'kemi ne dikush Bledi Mane, ja çfarë është gazetaria shqiptare. Jo, gazetaria shqiptare, do të kupton, ken mos ke afije, thotë, jo spiun. Dhe thot Fishta, 1930. Pra që nga problemi të rëzhguar. E di, do ta bësh status. Nuk kemi ne më katar fillestar këtu. Jo. Ne jemi dhe successors. Edhe Konica pas here tepronte, kam lexuar
botimet e tija, sidomos... Faikonica? Jo e të pronte, po si thoshte Faikonica, fjala vjen Gramenus, kishte kështu... Qeveri e Malokve... Jo, përpara i thoshte, se të më zësh mua emrin në gojë, thoshte, futi këmbët fute kokën në atësit që të vdesin, që të ngordhin morrat. Të shpate Konica. E ke kështu një qikë si koniciane? Unë jam të Branko Mergjani. Mergjani ishe shumë më serios nga ty, Bledi. Jo, unë e adhuroj. Ishte figur poliedrite. Do dhënë, gazetar që ishte nga Gjirokastra, lindi në Istanbul, aktivitetin e bëri në Shqipëri, u kthye përsëri në Istanbul dhe ka vdekur kryetari i shoqatës gazetarëve të Turqisë. Ai ishte publicist i mirëfillt edhe... Dhe kishte bashorte e para vetëm grua gazetare profesioniste. Ishte një vrasës me pambuk, nuk ishte ekstrem si Konica. Gjithsesi... A kemi foto tjetër i gjia? Duhet kemi dhe një foto, po masakruan sot. Bledi, të kërkoj ndjesin qofse... Ja këtë se di fara. Që është kjo? Kush është kjo? Shqipja. Shqipja është një kolege, si them do, se Shqipja është gazetare, është një gotë që ka dal nga spektakli për Puthen. I ben Blushi dhe Olca Muhamedaj, por është një vajzë që është e virgjër në çdo drejtim. Nga truri deri poshtë e këmbët, edhe është çik hipokrite, ka fjalë që unë jam lidhur me Shqipen, po unë e kam thënë gjithmonë më mirë lidhe me tigrin e kopshtit zoologjik se sa me Shqipen. Me tigreshën? Po tigre s'ka rëndësi, se tani kanë ardhur kohë moderne, mjafton të ndihmë shurimat e kohës, por jemi dy tipa të kundërt edhe të njëjtë, kështu që... Ja, gazetarja më shkuar më pyete Bledin, a ke qenë i lidhur me Shqipen? Po pra. Kur të marrë emisionin do flasim bashkë, që ma ke ndryshuar komplet. Ja, e them publikisht, është një shoqe mirë dhe kaq. Shqipja ka një lidhje të fortë me familjen e saj, vllajën, nënën, baban. Kështu që nëse merr për Shqipen grua, do marrësh me ofertë, do marrësh dhe 4 veta të tjerë. Është një vajzë që nuk ndahet. Kërkoj ndjesë ta bëra pyetje pastaj. Jo, është shumë... Jo ta bëra pyetje, po... Është zakonore, unë jam tek njerëzit liberal, të njerëz që dinë të jetojnë dhe shijojnë, kështu që Shqipja të verë të partia Sali Berishës, të konservatorizmi i tyre. Kemi foto tjera se do të ndalë... Stop tani. Bledi, unë këtu kisha vetëm një pyetje që më ka shpëtuar, ti ke bërë një status që për fat do jetë Tërmet Peqi, do jetë deputet dhe tani ja u tregon këtyre të PD-s. Po. Mendoj se Rama, faleminderit, besoj se ardhja e Tërmetit e ka një qëllim. Do bëj Tërmet? Që do thotë? Rama dihet që është pak frikacak dhe dim çfarë agresor është ka përballë, sidomos Edi Palokën, që është prapë te lista e mbyllur, Flamur Nokën, që është prapë te lista e mbyllur, dhe deputetin e Bilishtit në Albati, Bledian, mos e ngatroja. Ti thua që Tërmeti do bëj Tërmet? Po da vëshe 4 vitet e fundit grupi parlamentar i PS-s nuk ishte një emër të fortë të spikatur, siç ka qenë dikur deputeti i Krujës, apo dikur Tom Doshi, apo se veç kraut ekonomik në partit duan dhe kraun e armatosës, duan dhe ata që shajnë, edhe ata që të gjuajnë. Tërmeti është nipi i Shefqet Peqi. Ajo familje. Kështu që Tërmeti i famshëm besoj se tani Tërmetin nuk do e marrë të bëjë reformat ekonomike, apo jo, nuk do jetë zë i fortë në Komisionin Parlamentar të Integrimit, apo jo. Tërmeti po të vjen populizmi Tërmetit i shërben dhe partisë në qarkun e vetë, por është dhe një Danoç Shtepelene që thot, stop, mos më ngacmo, se jam unë këtu dhe do qohet në këtu dhe do t'i shikojmë këto skena. Ti parashikon sherre, reagime fizike? Patjetër, se tani humbja, mandati 4 do e gëzoj PD-n, mendon ti. Do e edhe një shkundje vetë brenda PD-s. Në 12 maj do t'a shohësh deri rezultati fillon sherrit e brenda PD-s. Do t'i thonë Salës hap krahun, kështu që Flamuri... Je sigur që do iki? Sala, besoj, po, brenda 2 vite. Në fakt edhe Zoti Klliçi kështu tha. Brenda 2 viteve të ardhshme. Zoti Klliçi kisha një intervistë, tha që statuti nga momenti që Argita refuzoi të merrte drejtimin e partisë dhe bëri mirë. Unë s'kisha ndonjë dyshim. Por doja që ajo ta vazhdonte, si kisha të njëjtin mendim. Okej, Bledi, intervistë të tillë unë nuk kam marrë në gjithë karrierën time prej 30. Prej 30 vjetëve. Jo, u kënaqa,
por intervistë në këto dimensione, me këtë relieve. Ke parasysh atë hartën e Shqipërisë që kishim me relieve në orën e gjeografisë, ishte veçantë. Ne kemi Lugin, Osumi dhe Vjose, kemi male, kemi kodra, kemi lëndinat e bukura. Sa më pëlqen. Unë them që ne jemi produkti i zonave nga vime. Zemra e Shqipërisë e rilindjes e kombit shqiptar është aty midis Skraparit dhe Përmetit të. Çdo rreth ka. Në Frashëri, zemra e Shqipërisë, e kombit. Qeveria nuk e futi as të 100 fshatrat e famshëm, kështu që. Po, si çojmë mesazh Ramës? Çojmë edhe debate me Mirelën e ke parasysh janë ca gjëra që njerëzit kur nuk i ndjejnë nuk i bëjnë dot. Ti e di që prarësit e familjes Frashi janë nga Skrapari? Po, kam lexuar drejtoreshën e muzeut të Skraparit në një analizë e Gazeta Panorama, por jo, unë kam te libri i personalitetit, kam bërë një zbulim mbi bazën e Mitat Frashi, se kam gjetur një libër të Mitat Frashi 1905 dhe ai ka pemën dhe të parë të tyre, do të gjyshi gjyshit. Po ti mendon se kishte kufi atëre? Jo, u zhduk fshati në Skrapari, se ra, do të pati një tërmet, një pjesë, do të thënë, një apokaliptike, jo, dhe gjithë ata ikën pastaj. Nuk është puna se unë gjithmonë kam pyetur pse mbreti Zog zgjodhi Skraparin. E di atë histori, por nuk është pak a shumë ashtu. Do të thotë zgjodhi Skraparin se ju e kishit deputet apo jo? Jo. Nxiti deputetin e Skraparit që të thoshte që ne kërkojmë Zogun, që Zogu të bëhet mbret. Kjo është historia. Pse pikërisht? Sepse duhet ta largonte as nga Tirana jo, as nga Mati jo, nga Veriu, as nga jugu, dhe kur thoshte jug, ai kishte disa raporte shumë interesante në Toskërin, po themi bregdetare dhe këtej, dhe i vetmi që do habite dhe ishte e besueshme, një deputet i Skraparit thonë, "Wow, Skrapari ç'lidhje ka?" dhe i pranoi dhe e bën. Po ngjiti. Dhe jo, ngjiti, po edhe unë kam lexuar këtë në fjalimet, jo, në fjalimet e mbajtur në parlament, është e bukur ajo, shumë e bukur. Ai thotë unë propozoj, thotë, dhe e ka çuar fillim me telegram, populli i Skraparit kërkon që Ahmet Zogu të shpallet mbret. Dhe kjo ishte abjore, se mund ta kërkonte Tirana, Mati, Tropoja, Kuksi, edhe Vlora, do të thonë Saranda, do të thonë se kishte një lidhje Zogu. Zogu s'shevajt asnjë në Skrapar, por nuk shevajt fare. Okej. Pyetja ime për ty, çfarë po shkruan? Po janë projekte të ndryshme, po unë... S'ke asnjë gjë specifike për momentin? Jo, po sa po nxora një librin e presidentëve. Unë do doja që ta lexoja. Gjithmonë shkrimtarët ose studiusit... Po kam, po akoma, sepse janë disa që lidhen me data, me përvjetor, dhe nuk dua të... Sepse unë mundohem Bledi që të kem këtë pjesën e lidhjeve me përvjetor, nëse ka, për shembull, siç ishte 100 vjetori i pavarësisë, 100, do të thonë këto, sepse... Përgatitet, po bën. Okej. Bledi, të falenderoj shumë. Faleminderit, edhe ishte kënaqësi. Edhe për mua ishte kënaqësi. Vazhdo të jesh energjik. Shkruaj.